Nuk ndodh në Bashkim Evropian edhe në vende me demokraci parlamentare që një parti fituese me mësy kuvendit pa marrëveshje të koalicionit të e di që të siki numrat. Nuk ka ndodhur kur një parti që thot, okej, shumica është 61, ti shkon edhe thush votomni, edhe ti e din që paraprakisht është kjo i bjen sikur munor para ekranit me këshyr lotën ka tërhiqe numrat, me shpresu mos po fiton ama ti s'ke lujt. Pra, këta jo nis, me thonë, hajta këshyrëm, çka po ndodh me ne? Ka ndodh, shumë rrallë ndodh, herën e parë mos më votu ndodhi CDU SPD, duhej një shumicë për 325 deputetëve, kishte marrëveshjen mes tyre dy, po ishin një 10 rebel të SPD-s, nuk e votuan herën e parë. Që i patën do kushte, pastaj nuk e votuan herën e parë, mrena 24 orëve u votu. Po kështu, është e pa precedan në jetë parlamentare, ti ki 48, pra, kjo është sikur rasti matematikës kur dulën të rasë zezë me vetbesim edhe e boni keq matematiken. Pra, ti nisesh me hyjgjim, ti pedin që i ki 48, që edhe ti të bojnë këta, bojnë 50, mës të gaboj edhe unë, si kërë kësi 56, pra po të mungujnë 5. Ke negociu dhe nda kik të mram, ke pi kafe, se dulin dhe mesazhe me Fatmir Limen që i na shkrua sene, si do qoftë. Po, ke pi kafe me Fatmir Limen qatë sabah. Të ka thonë... Kush, sot kurti? Sot kam pi kafe me Fatmir Limen, a? Po. Sot deri sot pas ka provu me Fatmir Limen. Po. Ta shpithojnë Fatmirit kriminal mas e spranojtë, më thonë këta argat të kurtit. Po ja këshin këthy ata, komandant Teneqja, Dzejna, në listë Dzejës Amerikës, në listë bordhe, a ne këni, si të quftë. So gojle, po qka po thamë është kjo? Pra, ti po negocion deri në moment fundit, se është shijet edhe kur hinë body language e Gjelal Sfejsles, kuj kalzën diqka, i bëhet dhe, pra, nuk është, pedin që dudën se ki, pedin që vetonin se ki, edhe ti po delë po thush votëmni, kjo dush më konë, kjo është një farloj, nuk o veç arrogancë, kjo është një farloj, një farë sindromi, kjo ka vunë për i diçkaje. A di shrukohem Dunning-Kruger efekti, thonë. Okej. Ajo është vetbesimi i dalun nga paditunia. Ne, ka mundësi. Fakt, sepse ti, dhe më thonë, të mungojnë Dunning-Kruger efekt. Të mungojnë numrat. Ti po jeve dishëm që të mungojnë se negocion me Fatmirin. Sepse nëse se ki, ti nuk je krejtë, si më thonë, për psikiatër. Ti keve dishëm, përveç nëse si 3 polara, 4 polara, sa i bjenë, se 2 minimumi. Pra ti po negocion deri nda këtë funit. Pse po negocion shtrot pyetja ta ban psikologu, pse negociove se si pate numrat. Se si pata numrat i thur psikologut. E qysh hine, pra? Trimnia o gjus budalli e buzhoni. Ku të këpët, zoti Kurti filmi, për momenti që thaj Fatmiri ju, e kur hine aty mi lyp, me të vëtu, ku ke momenti kur te pate ne humbjet vedijes edhe të realitetit, ku është qaj momenti, po më interesën, sepse dikush tha këtu. A disa mesazhe mund sot më ka ardhur prej tifozëve të Albinit që sot po bëhet. Sepse këta rajten, a di qysh është, aja rana ma e modhe është, kur ti e në gjendje me të këshirë në drytë synë të cukur Gjelal Sfejsla, më të thonë, bëna për hajrë se u kry kjo punë. Nashtë e ngrotë se ka ditë bre i ka thonë. Qysh mërë vlo, po se ftyra ju po dhe kur i tha Albini. Qëre. Se ka informu kërkush, a i ka orë me nuk është krasimi perfekt, po kur ja kanë mësy Gjermanisë me erdzu në 45-ën, o ka një numër i besimtarëve të ati tipit, që deri kur e kanë zerë për vesh për podrumi, kanë thonë kjo ka një armë që këta përdur, ka mi asgjësu me Rusë, me Amerikanë, me kejtë. Dhe më thonë, në funda i veçin një kanister me benzene ka pos, qatë arme ka pos. Pra, njerës janë të bindën që kjo, ose ishin të bindën që kjo ka një armë për shkatërim masiv të njerëzve të kundërshtarve edhe lufta e errësirës në dritë. Pra, për mu është tepër, pra fakti që për 25 vjetë nuk të ka ndodhë kur, asë njëherë, me hiti edhe mas mi morë votën. Asë njës ka pos ka shumë deputet, për me voqin e kur? More ti non mund. Sa i ka posë e Mërgova? 47. Në zgjedhjet e para, 47 deputeti ka ti posë non mund. E tash, edhe që ta, arriti mi bo, dhe më thonë, ma mira atike, mi kopcit në qëtë shumic dvogël me 56 veta, mi bo bashk me 20 ministri. Pra, imagjinoje të fut këtë një subjekt shqiptar që aty. U duf kemi bo 30 ministri.
Pra, që ka larg ka shku gjmenduria dhe, si më thonë, keq menaxhimi i xhes, sa për 56 deputet u duft 20 ministri, edhe u duft që thojnë për shtëpi maro hajat, me prish kuvendin, se e boni edhe në nodin, edhe dimalin i mur. Kryetarin dhe nën kryetarin. Kryetarin, dhe më thonë, qa hekum na me boq atë, e në gjuhë popullore i thojnë, apëtin me prish një shtëpi me maruni hajat, se shtëpia ma madhe, kuvendi ma e rëndësishëm. Që një 2 muaj nga merë me në nodin, cilin kysa dhe shkarkojnë, fakt. Janë Shqeverin srpskës. Jo, janë Shqeverin srpskës. Janë Shqeverin srpskës. Se e boni, hajde dimalin me 1.000 drejtën që thojnë veç pëshasho ka hanë që që po thot valonim, janë Shqeverin srpskës. Po dhe se analizova dhe ka, dëmë këtë është pret. Po, 2 muaj na mojti për në nodin. Kënë që shkemi kushtetu se kjo. Edhe thot, tash Peter Heku në nodin, se e kryva efektin elektoral në nodin që kur da në zhjë dhe thot unë e kom ngru, po tash pe mark nina që kur gjykata kushtetu se vendos, mas më mashkatru mu këtë procesin, e shtim që aty, dhe më thonë, me mshef një krim që e ke bo, një krim antikushtetus, që shka thonë kjo me shkel kushtetutin është krimi majeron, me shkel ligjet je kriminel, me shkel kushtetutin je super kriminel. Tash kjo qka bo një mur 2 veta, i shtini kënena, e lata, qka kishë ndodh me kuvendin nëse një me ishin votu? A i shduft tash një anis, a ka konstituim nëse s'ki kryetar të kuvendit, edhe në kryetar të kuvendit, nëse këta ishin votu, qka kishë ndodh me qëtë aspektin tjetër? A din kush me më kallëzu mu? A i shkoni konstituum, a si shkoni konstituum, se 2 pët mungojnë. Pra, kretë kjo është... Edhe pse, që shukoni situatë, kë deu kur konkretar kuvendi, vjosa e ka zëvëndësu... Aja mërëna ditës. Që shka ndodha e... Jo, mërëna ditës është dërheq Glauko Njuca, për më bo marrëveshja pastaj me LDK 2019, edhe vjosa ka shkuar parlamentare... Po mërëna ditës, po është votu për ta. Po. Që të t'i s'kesh votu, dhe më do. Kërë ka qenë absurde dhe e po natyrë. Mërë është, a kush kesh votu tash? Dhe më donë... Ja tash. Po, ati ka. Atëre go vota. Ishte kry një arretin dhe iknoqë. Kjo është për mund, që më donë, krejtë seni ke, a di që është sigur, do tipat që thujnë, që më donë, në Povakia, kësti raste ekstreme, se s'flenë ka 20 dit, 20 net edhe tash... A i në klenë Kosovë, po, edhe ma ne i bën budallakina tila, dhe më thonë, e tash kjo është qaq, që më thonë në nivel tjetër psiqik, këta tjerë s'po guzojnë as mi kalëzu qka e ka bana, se Povakia nuk e tin që o zjedhe në noti, e këta tjerë nuk i kalëzojnë. Po thu qikë. Jo dhe? Po ka që si rast e një histori kur sundimtarve, po, e të thuj tash që s'kanë guzume me i kalëzu këtë vërteta. Që jo dolla kuriq. Po dhe, vesh një fmi kishë pas thonë, që gëdë. Ile. Po, edhe ore kom gume dhe mende fjalimin e Zotit Kurti sot në kuvend, edhe për një me kështu t'len pa men, kër e nin, mos me konë, kush është ka i thot atë lafe, të thu fjalem shumë i mirë, perfekt, edhe në përbashkus, po mënyra që shfolke për parti tjera opozitore, që javnjef ke kontributin, për herë të parë, për javnjef kontributin për shtetësinë e Kosovës edhe partive tjera të Kosovës, ty të lenë me kuptu që kë njeri i ka punë shumë ngusht, edhe kë për me metë në pushtet bashkë, kajle nuk e ka, edhe është në gjendje qka do me bo, me ka përdi gjithë shka, me ndru fjallët, me geny, me mashtru, edhe gajle nuk e ka veç me metë në pushtet. Mirë, po sot që ka ndodhi, tash, nëse kjo mundet me po për 2 perspektiva, nëse e këshirëm nga aspekti i pasojave që po janë për vendin. Na, bolle kena pas një qeveri, cila 4 vjetë ka qeveris mas keqti prej mas luftës në Kosovë. Do të thot, skandalet janë qaq të mëdha që është lista shumë e gjatë edhe në mens për i mojna. Do të thot, degradimi shëndetësisë, i arsimit, i ekonomisë, luftë biznesë, luftë sindikatave, sanksione, izolim, vetë kryeministri ka qenë izolum për 4 vite, do të thot, gjithçka është në degradim, edhe sikur mos më mjaftu 4 vjet të kësaj këtë qeverisje, ky ja ka hub vendit edhe një vit, se na faktikisht tash një vit kemi filluar me zgjedhje, fushata janis, edhe një vit ja ka hub, edhe sot do të thot dështon me bë qeverin. Kjo nga një nëse ja bëjmë dertin këtij vendi, kjo është tepër e dëmshme, tepër keq. Po nëse e këshyrim nga një aspekt tjetër, nëse e këshyrim karakterin e një populisti, e një personi autoritar,
me tendenca autoritare, si një demagogu, si zoti Kurti, kjo që ka ndodhur sot është lajm shumë i mirë, është lajm super i mirë. Pse Ilir? Për shkak se sot do thotë u gjvesh krejt karakteri i tij, u gjvesh mënyra që ka qeveris, u gjveshën rënat e tij, ju e prezantuat një video në fillim, do thotë ky qëllimisht ky e ka ditë prej fillimit. E ka ditë që nuk i ka numrat për qeveri, edhe ja ka humb një vit shumë të vlefshëm, kështu në përballje që ndodh sot. Ja ka grabit shtetit Kosovës edhe ka dëmtu edhe një vit. Tu je shty, jo i kom numrat, jo si kom, jo provom, një 54 herë ka provu me Albulina Haxhim, ky me kondesht e kish bën fillim kjo, këtë çështje e kizit. Masanej, aftësia, mania e tij me qeverisë veç çka ka menon ky. Nuk mundet Kosovë, një herë i ka marrë 51, nuk mundet më ajo me ndodh. Tash mundesh, tash janë 2 bloqe. 2 bloqe, po jo, nuk mujna me hanë që janë 2 bloqe. Unë s'kisha hanë që janë 2 bloqe, duk. Po... Ose fiton njoni, ose tjetri. Tipisht që ashtu unë nuk i shoh si 2 bloqe, se unë menoj që kjo që ka ndodhur për partitë ish opozitare është një sukses i madh. Do të më javë një meritën që do të thotë nuk janë josh ta muj,